إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndrimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut të madhruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që ta mbrojë nga sherrri I nefseve tona dhe sherrri I punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, një nga konceptet më të thella të Islamit është koncepti I taufikit. Arabisht quhet taufik. Shpesh herë gjejmë në gjuhën shqipe të përkthyer si sukses. Prandaj kur dena më lut për dikën thënë Allahu të dhash sukses. Mirë, po është diçka më tepër se sa suksesi. Është diçka pa cilën ne s'mujna me bë asnjë vepër të mirë. Prandaj du me fol sot shkurtimisht në këtë hutbe për rrezikun që I kanoset, suksesit hynor. Ka dhe njerë mundësi, me të mbyll këto dyert e suksesit ose përkrajes së Allahut. Mirë, për para se të flas për këto rreziqe, ta shpjegoj një herë konceptin e taufikit. Çka do të thonë taufiki I Allahut subhanahu wa taala? Me të bë me njoft të vërtetën, me dash të vërtetën dhe me tu lehtësu puna për me zbatu të vërtetën, krejt që kjo I nënkupton taufikin. Edhe kjo është vetëm dorë të Allahut subhanahu wa taala. Pa që këtë taufik që mund ta përkthejmë si përkrahje ose me ta lehtësu të mirën me e bë. Domethënë që kjo ka lidhje dhe me besimin e caktimin e Allahut. Allahu subhanahu wa taala kur e sheh robin e Tij se është I sinqert me Zotin. Është I sinqert. Nuk është njerë që bën dredhia. Nuk e ka fen formalisht, njetin e ka të pastër. Allahu këtij njerit ja lehtëson punët e mira. Dhe kjo quhet taufik. Domethënë ja lehtëson me njoft mirën, me dasht dhe me e bë. Se ka dikush e njoft mirën, ama nuk e bën. A keni pas sa njerëz thënë, "Vallai mirë është më fal." Shumë mirë është më fal. Po hajde falu ti? Ja nuk falet. Së ne merr hapin, a dini pse? Nuk I lehtësohet kjo punë. Ka diçka që nuk shkon te ai dhe Allahu nuk ja lehtëson punët e mira. Nuk ja lehtëson. Kur ta shofsh, kur gjoni kjo mungon? Kur gjon? Mirë, po s'ne merr hapin për me bën një punë të mirë. S'ne bën punën e mirë. A keni po dikush sa kollaj bën punë të mira? Sa kollaj bën hat me fal namazin, ju ndihmon njerëzve, ket kur ta shofsh shumë. Domethënë I lehtësohet atij. E kundërta e çka kësaj është me të lanë Allahu në dorën tënde. Mos me të përkrah. Dhe kjo është drejtësia e Tij. Do me thonë, me të lanë Allahu subhanahu wa taala të mbështetësh ti në forcën tënde. Kjo quhet khudlan, e kundërta e taufikit. A e dini se me të lanë Allahu në mbështetjen në vetveten tënde ti me takatin tënd, me diturinë tënde, me mençurinë tënde, me aftësinë tënde, nuk mundesh me bë një punë të mirë. S'mundesh me bë punë të mirë pa të përkrah Allahu, pa të dhënë sukses Allahu, pa të frymëzuar Allahu, pa ta hap zemrën Allahu subhanahu wa taala. Për çfarë Allahu tregon për Shuaibin alayhis salam Kurani I cili ka thonë: "Wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib." Suksesi im nuk është kur kund tjetër përveç në dorë të Allahut. Tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem dhe pendohem. Pra ne, kur arrim me realizu një punë të mirë, ta dini se kjo është se Allahu ta ka hap zemrën, Allahu ta ka mundsu dhe Allahu t'i ka lehtësu punët. Jo se ti je shumë I Zoti, shumë I mençur, shumë I mirë, shumë I shkathë kështu me radhë. Jo. Prandaj, nëse e fiton taufikin e Allahut, atë të lehtësohen punët. Mirë, po duhesh me kon shumë I sinqert me Allahun subhanahu wa taala. E kundërta, pejgamberi sa çdo mëngjes e ka bën një lutje. Ka thonë: "Ya hayyu ya qayyum." Mëngjes dhe mbrëmje, të dhikri mëngjes dhe mbrëmje. "Ya hayyu ya qayyum, bi rahmetika astaghith, aslih li sha'ni kullah
wala takilni ila nafsi tarfata ain. O i gjallë, o i përjetshëm, me mëshirën tënde kërkoj të ti ndihmë. Përmirësomi të gjitha çështjet e mia dhe mos më le të mbështetem në veten time qofsa një kapsallitje e syve. Hapje dhe mbyllje, kapsallitje apo e syve. Domethënë as më pak se sekunda mos më le që unë të mbështetem në vetveten tim. Para pejgamberi alayhis salam, për cilin e mendojmë se është njeriu më i mirë, me zemrën më të bardhë. Ka thonë Zot, mos më le që unë të mbështetem në vetveten time. Pse? Se suksesi jonë është të edhe në xhami tash, mos me të pas ndihmu Allah. A kështë mujtë me ardhë në xhami? Vallai s'në kështë ardhë me falë xhumon. Pasha Allah, s'në kështë ardhë me falë xhumon. Pas një punë të mirë së në banë. E kjo si arrihet? Kjo arrihet me sinceritet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur Allahu e shen në zemrën e robit të ti, sa është i thyer, i gjynjezuar për para krijuesit vet, Allahu e bën taufik. Ja nis ban punë të mire, ja nis fal namaz, ja nis, domethënë qëndroni fort, i paluhatshëm përpara fortunave të ndryshme, të fitneve të ndryshme të dunjos. Sprovave të ndryshme të dunjos, sprovave të ndryshme të epshit e kështu me radhë. E tash kjo dera e kësaj përkrahje së Allahut, që taufik quhet arabisht, taufik, kjo dera mundet më mbyll në 6 raste. Është një dietar i madh prej etba'ut tabi'in. Etba'it tabi'in, kush janë këta? Gjenerata e tretë e muslimane. Quhet Shaqiq ibn Ibrahim el-Balkhi. Ka vdek në vitin 194 Hijri ose me kohën me kalendarin diellor në vitin 810. Në vitin 810 me kalendarin diellor ka vdek. Ka thonë Shaqiqu, i cili njihet për thënjet e tij të fuqishme, që shumë e citon këtë Ibn al-Qayyimi, Ibn al-Jawziyja, Ebu Nuaimi, e kështu me radhë, shumë prej dietarëve të mëdhenj, se ki s'ka libra, mirë po ka thonë kështu. Në 6 raste, kjo përkrahja Allahut ndaj njeriut mbyllet. Kjo dera e taufikit mbyllet në 6 raste. Rasti i parë kur është kur njeriu angazhohet, fokusohet në mirësitë që ja ka dhënë Zoti dhe haron Zotin. Domethënë ka dikush ka shumë të mira. Ka pasuri, ka shtëpia, ka kere, ka gjanat saltanatet e dunjas kretika. Dhe fokusohet në këto begati. Kur është kështu situata, Allahu jam mshel derën e përkrahjes këtij njerit. E dyta, kur njeri, dhe kjo ndoshta pikret 6-tave që dhe përmedi, kjo është ajo kryesore që dësha me spjegu. Kur njeri ka situata e dytë kur të mshelet dera e përkrahjes së Zotit. Kur njeri e ka qef diturin, po nuk e zbaton ata. Kjo është më e rrezikshme. Kjo është më e rrezikshme. Ka shumë njerëz kanë qef me ndëgju për fen, kanë qef me ndëgju për fjalët e Allahut, kanë qef me ndëgju ajete, hadithe, ligjërata të mira, të fuqishme, domethënëse. Kanë shumë dëshirë. Mira më kur t'i pyetish mirë, te ti çka ka ndryshu kjo dije që e ke marrë, kur gjahiq. Domethënë, tek ai është një hendek i madh midis asaj që ai di dhe asaj që ai ban. Midis dijes dhe veprës. Të shumë njerëz ekziston një hendek i madh. Edhe shumë njerëz, elhamdulillah, dëgjojnë, thonë, hajtë shkojmë ata ndëgjojmë një hutbë të mirë, hajtë shkojmë ta dëgjojmë një ligjërat mirë fetare, hajtë shkojmë te filan hoxha se flet shumë mirë, ka shpjegimet e bukura, mirë mi thonë, ti, çfarë ndryshimi ka bë ky ders? Çfarë ndryshimi ka bë kjo hutbë? Ne mbajmë hutbet nuk bëhen veç kështu thjesht për me kalu kohën, për me përmbush një zbrastir. As hutbet, as ligjëratat fetare, qëllimi i tyre është që ne të marrim të mësojmë për ndryshe. Ajo dituri që e ki ndëgju, së është dituri, se cëllë e merr një dituri. E ke mësu një hadith, një ajet, një kuptim, një nasihat, ti duhesh me e përmirësu vetën. Nëse ti vazhdimisht ndëgjon ligjërata, po përmirësimi tek ti nuk shihet, nuk duket kur gjohën, nuk përmirëson. Ti ki qef me ndëgju, mashallah, këshire që tha, këshire që shbone, këshire që i tha ti, si e spjegoj, kështu pas ka qenë, se pas kam ti, mirë. Kretë në rregull. Më thonë është interesant se ka dhe njëherë ligjeratat
janë të lezetshme për veshin, po nuk o kjo qëllimi. Nuk është ky qëllimi, që ti veç me ndëgju. Ka njerëz në për ligjerata 40-50 vjet, domethënë dëgjojnë ligjerata, kur ta shohësh shumë pak ose fare është përmirësu. Kjo është gabimi shumë i madh. Nëse ti e do dijen, po nuk vepron sipas asaj, atëherë Allahu ta mshel derën e përkrahjes së tij që quhet taufik. Allahu e mshel këtë. Edhe nëse i lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeri në ditën e gjykimit nuk ka ku shkon këmbën sun e lëviz pa e pyet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa e pyet Allahu me diturinë tënde çka bane, çka punove. E ke ditë se kjo punë është që kështu. E ke ditë se si është namazi, si është e drejta, si është drejtësia, si është sinqeriteti, si është halali, si është haram. E ke ditë apo? Çka ke boti që e ke ditë? Haja e që se ka ditë nështë ka arsye, ti që e ke ditë. Prandaj, dituria pa punë është më tepër barë se sa që është, domethënë, ndihmë dhe udhëzim. Veç me ditë, ja, nuk mjafton, veç me ditë. E treta është, thot Shaqiq ibn Ibrahimi, e treta kur të mshelet dera i përkrahjes së Allahut subhanahu wa taala, nxitimi për me bë gjunahe dhe vonimi i pendimit. Për me bë gjunahe, mënyrë mirë të vendimi. Për mu pendu, hajde pse ka vakt. Domethënë për me bë një gjuna, s'ka lidhje, hajde se halajnë atri. Hajde se Allahu nuk është në zor për gjunahet e të. Kështu njerëzit i arsyetojnë gabimisht. Nëse dikush për gjuna është shumë i shpejt, për pendim është shumë i ngadalshëm, atër dera e përkrahjes së Allahut për ti mbyllet. Zoti na rujt. A mu mbyll dera e përkrahjes së Allahut subhanahu wa taala, neve na marrin dorë shejtant, na marrin dorë të këqit, edhe e hup udhën, e hup jetën, e hup të mirën. Nuk ka më e mira vlerë. E katërta, mu mashtru me shoqërimin e njerëzve të mirë, po mos mi u përngjasu njerëzve të mirë. Ka shumë njerëz thotë qëra unë kret me hoxhallar rri, demek me njerëzi, domethënë, që bëjnë punë të mira. Qëra unë rri kret me hoxhallar. Mirë, ti rri me hoxhallar, po mirë, ti çka ke bë? Kjo nuk është një arsyetim për mi mbulu gabimet e tua. Shpeshherë unë në jetën e përditshme shoh plot njerëz të cilët lavdrohen, thotë unë rri me njerëz të mirë. Ajo pikpyetja se sa rri, ai rri ndoshta një pjesë shumë të vogël të kohës së tij. Edhe pastaj, mirë, çka ke marrë ti për atyre njerëzve të mirë? Çka ke marrë për njerëzve të mirë? Kur ta shohësh rezultatin, domethënë shumë. Nëse njeriu mashtrohet se unë rri me njerëz të mirë për mi mbulu gjunahet e veta, për mi mbulu gabimet e veta dhe nuk merr shembull nga njerëzit e mirë, atëherë dera e përkrahjes së Allahut për këtë njeri mbyllet. E pesta, pika e pestë është me vrapu mas dunjas, edhe pse dunjaja çdo ditë e më tepër largohet prej teje. Ka njerëz se këshire, njeri duke u plak, njeri kur fillon, do me thonë edhe thinjet, kjo është shenja sa i po i afrohet ti dhe ahireti është afru dhe ai duhet mi u kthi Allahut subhanahu wa taala. Nëse një njeri të shku nga pleqëria dhe sa ma shumë të vrapu mas dunjas, mas kënaqësive dunjas, në më thonë nëse e shef se është i këtil, se ti duke u plak, duhet mu afru ma tepër nga Allahu, ma tepër me boj ibadet. Se dunja, çdo ditë që kalon, dunjaja largohet prej teje, çdo ditë. Ka njerëz, edhe pse dunjaja largohet prej tyre, ata vrapojnë ta zonë. Dhe pika e 6, do të thonë, çdo ditë ahireti na afrohet, ndërsa njerëzit ja kthejnë, dikush ja kthejnë shpinën ahiretit që është e ngjashme me të pesën. Pra e pesa dhe e 6 janë të lidhura. Do të thonë, dunjaja çdo ditë largohet, ndërsa ka disa njerëz që vrapojnë mas saj, këtyre njerëzve Allahu mua mbyll derën e përkrahjes. Dhe ahireti çdo ditë më tepër afrohet, mirë po ka njerëz të cilët ja kthejnë shpinën ahiretit. Pra në këto 6 situata, Allahu subhanahu wa taala t'le ti dhe aftësitë e tua. T'le vet. Hajde ta shohim vet sa kipe pas mundësi me vepru. Prandaj, të nderuar vëllezër, këshilla ime e fundit dhe porosia ime e fundit është që ti rregullojmë raportet me Allahun subhanahu wa taala.
të mundohemi mos ligjeratat, hutbet, derset fetare. Në më thonë, diturin fetare që e marim, të mos hy nga njëri vesh dhe dale nga veshit tjetër. Të mundohemi të përmirësohemi, për arsye se nëse ne nuk e zbatojmë atë që e dim, atëra ajo bëhet, si që thashe dhe më herët, një barë për ne dhe bëhet një përgjegjësi e madhe për të cilën kemi me dhonë llogaritë Allahu subhanahu wa taala. Lexojsha sahabët që kete kanë pas shumë parasysh, shokët e pejgamberit. Për çat për një më pak se një shekull ata e kanë çliru gati krejt dunjë të njohur në atë kohë. Kur kanë ardhur sahabët në Sham, në tokën e Shamit, që sot i përfshin Sirien, Libanin, Palestinën dhe Jordanin, kjo quhet toka e Shamit. Kur kanë ardhur sahabët, kur i kanë pa krishterët, kjo është në për libra, nuk e them unë. Kur i kanë pa sahabët krishterët, ati ka pasur arabe dhe romak, po ka sundu perandëria romak. Kur i kanë pa shokët e pejgamberit, kanë thonë, ato janë mahnit. Ato janë mahnit, çfarë njerëz, kanë thonë që këta kanë më të mirë se shokët e Hazreti Isës. Çdo njëri akon, do me thonë dritë. Janë habit si mundet njeri me koni këtil. Kur i kanë pa shokët e pejgamberit, janë me ka thonë, ne s'kishmi besu se pas ka që kësi njerës. Pse të sinqert me Allah. Edhe Allahu subhanahu wa taala va ka qel krejt dirët e mirësisë. Va ka qel dirët e mirësisë edhe njerëzit me të pame, veç me të pame, kur gjo tjetër. Kur e kanë pa, e kanë pranu fenë islame, kur i kanë pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se kanë pas mësues. E kanë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çashtu i ka eduku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dituria nuk bëhet për me kënaq veshën. Nuk mbahen fjalimet, nuk mbahen hutbet, nuk mbahen ligjeratat fetare për me gëzu, dikan ose për me shtime qesh, dikan ose për me shtime qaj, dikan të bëhet për mu përmirësu, për mu drejtu. Për çatë edhe gjendja jo në përgjithësi nuk përmirësohet. Shpesher thonë dikush, po si be ne musliman, be si kemi kështu, be thot rrugët e papasta. Si është e mundër be te musliman, me pas thashetheme, me pas afera, me pas punë të këqija, me pas raporte të këqija ndër vllazërore, me pas papastërti, si mundet, se ne për ditin dëgjojmë këto hadithe. Për ditin dëgjojmë këto këshilla fetare, mi po pak i zbatojmë. Që është domethënë një defekt shumë i madh, sepse Allahu subhanahu wa taala njerëzit të cilët nuk e zbatojnë ata që e dinë, Allahu subhanahu wa taala nuk të përkra në vepra të mira. Allahu na frymëzoft që të zbatojmë në mënyrën më të mirë ata që e mësojmë nga fjalët e Allahut dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.